Tung njerëz, më kishte marrë madhit ju përshëndesja në këtë formë, pikërisht në Gojt Mileti do të flas për personazhin që më së shumti flitet për të, se sa bën ai veprime për punën e tij. Fjalën e kam për fenomenin fitues të Big Brother Albania VIP 4, i cili në muajin maj në ditëlindjen e tij, në datën 8, publikoi një EP me 5 këngë në bashkëpunim me DJ Gimbon, ku ky fundit po kor suksese, po i shikoj çdo natë në përklabe, edhe kënga e preferuar e imja tek EP-ja Soundi ri është Zero. Është një kryevepër. Për çfarë do të flas unë sot për Gjesi dhe pse është bërë lajm ai? Ka diçka të çuditshme, sa herë që publikon një projekt, sa herë që vjen tek publiku, ndodh diçka, siç ndodhi ditën e djeshme ku gjykata e Prishtinës e thirri në seancë. Por Gjesti mungoi pasi ka nisur mbrëmjet e tij në përklabe. Por pse e ka thirrur gjykata e Prishtinës Gjestin? Zanafilla e kësaj historie ka të bëjë me konfliktin me Onimën dhe për gjithë ata që e mbështesin Gjestin, që janë me qindra dhe me mira, ka dhe disa kokra të papjekura që i lexova nëpër komente duke thënë që Gjesti do të shkojë në burg. Jo, Gjesti nuk do të shkojë në burg për shkak të një marrëveshje që ka arritur me prokurorin. Po për çfarë marrëveshje bëhet fjalë? Bëhet fjalë për marrëveshjen siç u shpreha që në mënyrë absolute Gjesi nuk do të shkojë në burg, por sipas marrëveshjes që ka lidhur me prokurorin, e cila duhet të aprovohet edhe nga gjykata, ku duhet të them që Gjesti është i lirë që të përfundojë sezonin deri në muajin shtator. Këto janë burime të afërta pranë këngëtarit që unë doja t'i ndaja me ju dhe gjithmonë kam folur troç, padyshim mbështetja dihet, por që nuk ka asnjë seancë apo dhe pengesë ligjore që mund të ndërpres tani turin e koncerteve e mbrëmjeve muzikore që Gjesti ka nisur nëpër klabe kudo nëpër Prishtinë, Tiranë edhe kudo ku ka shqiptar. Atëherë, konkretisht, marrëveshja që Gjesti ka arritur me prokurorin që duhet ta vulos gjykata më pas të mbyllet kjo çështje dhe ai të ftojë të drejtën e tij, ka të bëjë me një gjop dhe dënim me kusht që i bie që në rast se nuk kryen vepër të re penale, nuk mban asnjë ditë burg. Pra, është një situatë që padyshim ka shkaktuar shumë reagime. Një pjesë më të madhe ja me Gjestin, disa kanë parë edhe komente siç u shpreha që gëzojnë që një fenomen si ai të ndërpritet rrugtimi, por përsa kohë ka publikun e madh me vete, e ka që e mbështet, edhe pse e ceka në hyrje të Gojt Miletit, të këtij episodi të sotëm, që e shikoj Gjesin jo shumë të përfshirë në anën e showbizit, edhe vitin e kaluar ai ka qenë pothuajse inekzistent me pjesëmarrjet e tij dhe sa herë që ka, le të themi, video që ndan me publikun, me ndjekësit e tij, është në shtëpinë e tij në Pavlan, aty ku është bashku me qenin e tij dhe dhuron atë spektaklin që di të dhuroj. Sigurisht që njerëzit që e mbështesin, e duan, e kanë pritur këtë rikthimin e tij për të dëgjuar këngët e reja, por edhe një bombë që ai ka treguar që do të vi në bashkëpunim me dhurata dorë, gjithçka u mbyll vitin e kaluar, por për shkak të këtyre pengesave dhe për shkak të brylave që Gjesti mori, kënga nuk publikua, por ndoshta ky është një shenjë e mirë që kënga, padyshim me dhurata dorën, do të dhez edhe do të dëgjohet kudo, njerëzit mezi po e presin. Kam dyshime që mund të vijë edhe në një bashkëpunim tjetër, pra ky do të jetë një verë më produktive për Gjesin se sa vitin e shkuar, ku për shkak të këtyre brylave, siç u shpreh, për shkak të këtyre pengesave, u mbyll dhe nuk e çoi sezonin veror deri në fund, për atë që ai meriton, për atë që ai ka dhënë publikut pothuajse 6 muaj që nga Big Brother i Kosovës e më pas në Big Brotherin e Shqipërisë, njëri që vjen tek audienca me energji pozitive, me sinqeritetin e tij dhe jo fazat. Sa i përket çështjet ligjore, kjo është procedura që do të ndiqet, pra do të zbatohet marrëveshja që Gjesti ka arritur me prokurorin, prandaj është thirrur dhe u thirr ditën e djeshme në gjykat, por për shkak të angazhimeve nuk ishte i pranishëm. Do të shikojmë tani nga muaji shtator apo tetor ku do të mbahet seanca tjetër, edhe pse nuk më pëlqeu që me tituj të mëdhenj, padyshim duke përfituar dhe nga emri i Gjesit, u tha që do ta marrin me forcë, do ta tërheqin
gjykata pa diskutim do të zbatoj ligjin, por ligji nuk do të thotë që do ta marrim me forcë, do ta zvarrisim, por sigurisht e ka me detyrim të paraqitet, por një pikë tjetër që të doja të ndalem ka të bëj edhe me diçka që ky gjest, edhe pse me trup të vogël, po di të jetë i matur në sjelljen e tij me publikun, ka ndryshuar, e shikoj një lloj ndryshimi edhe një lloj transformimi që nga viti i shkuar për shkak edhe të fatkeqësive, por sikur ka rizgjuar një shpirt plot humor, sikur ka rizgjuar një shpirt plot adrenalin, dhe këtë gjë ai e ka të treguar dhe ka të shfaqur, qoftë edhe me 5 videoklipet e pisë së tij në bashkëpunim me Gimbon, por do ta shikojmë edhe në videoklipin e Flak që ai do të ketë me Durata Dorën. Deri më tani, si e keni parë këtë rrugtimin e gjesit, edhe pse me fatkeqësi, edhe pse me shumë pengesa, ai vijon të jetë një emër që pa diskutim, menjëherë portalet shkruajnë, menjëherë emisionet komentojnë. Do doja të dija mendimin tuaj, duke mos harruar edhe të bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.